atentate fizike, u përpoq me çdo mënyrë, dështoj dhe do të dështoj. Dhe ata të cilët bëjnë këtë krahasim, duan të mirësojnë sadopak figurën e nxirr të Edi Ramës. Unë ju pyes ju, më thoni ju mua, qoftë dhe një fakt ku mund të krahasohemi. Kam 35 vite në politikë, jetoj në një apartament 125 metër katror. Edi Rama jeton në një vilë me themele më të gjata se çdo ndërtesë qeveritare sot, dhe se vila e Enver. Po i marrim pak gjërat. Bashortja ime ka qenë mjeke. Ka 20 vite që punon në fushën e autizmit pa asnjë shpërblim. Nuk u bë kurrë antare bordësh, as e bankave, as e sipërmarrjeve, gjatë gjithë periudhës sime në pushtet. Fëmijët e mi u vetuan e u stërvetuan, nuk u gjetë asnjë shkelje ligji. Nuk ka asnjë vendim që unë të kem bërë kurrë me emër të një të afërm jo familjarit tim, siç ka Edi Rama, për vllaun e vet. A mund të bëhet fjalë? Nuk bëhet fjalë kur që unë të kem pritur përfaqësues të klaneve kryesore të drogës në botë, siç i ka pritur për cilë Edi Rama. Nuk bëhet fjalë kur. Dhe s'mund gjesh ti biesh Shqipërisë kryqe të rthur, të gjesh qoftë dhe një vepër publike të projektuar, të financuar nga qeveria e mëparshme që të mos ekzistojë, të mos i gjendet në Masnishan, siç është djegësi i Tiranës, siç është impjanti ujrave të zeza të Tiranës. Janë ndërtuar rrugë me çmim më të ulta se sa çmimet në rajon, sepse ashtu duhet ishin, dhe s'kan lëviz asnjëra. Janë ndërtuar rrugë nga Edi Rama me çmime të 10 fishta, në krahasim me çmimet në rajon dhe që të gjitha janë shembur. E kupton se çfarë absurditeti është ajo? Të krahasosh Sali Berishën me Edi Ramën, është si të krahasosh gjysmën e ndritshme të Hans me gjysmën që nxin gjithmonë të saj. Pra, është thjesht një mafje e fjalës së lirë, e cila përdoret tani për të zbardhur sadopak figurën e Edi Ramës duke krahasuar me Sali Berishën. Por e vërteta është që nuk ka gjë më të pakrahasueshme mbi tokë se sa ato dy persona. Faleminderit. Dajo Maruka, zoti Berisha, si e lexoni lëvizjen e fundit të Elisa Spiropalit brenda Partisë Socialiste? A është thjesht një manovër e Ramës, apo shihni gjasa reale që ajo të ndërtojë një fraksion të vetin politik në Partinë Socialiste? Jo, nuk është një manovër e Ramës, sepse Elisa Spiropalin e flaku Lubi Balluku. Edhe kam thënë dhe ja kam thënë dhe asaj në parlament kur ishte në detyrë. E flaku Lubi Balluku sepse Elisa Spiropali nuk mund të mbronte vjedhjen flagrante e klamoroze të Edi Ramës dhe Lubi Ballukut në takime ndërkombëtare. Dhe Edi Rama e largoi atë me njëherë me urdhët Lubi Ballukut. Se çfarë do bëj, nuk kam ndonjë interes se çfarë do bëj Eliza
apo çfarë ndodh brenda asaj partie krimi. Ajo që mund të them unë, se ata janë një grup kriminalësh, njerëz që kanë porositur vrasje me Edi Ramën në krye, njerëz të cilët ndajnë pasurinë publike të shqiptarëve me familjarët e tyre, njerëz të cilët s'kanë ligj as kushtetut, por vjedhin nga mëngjesi në darkë, kur Shqipëria s'ka patur në krye një grup më kriminal se çka sot Edi Rama dhe organizatën e tij kriminale. Ata janë sinonim i krimeve monstruoze, janë sinonim i krimeve të shumë llojta, janë sinonim i porositjes së vrasjeve, janë sinonim i bashkëpunimit me drogën, janë sinonim i plaçkitjes dhe vjedhjes pa mshirë të pasurive publike dhe fondeve publike, qytetarëve shqiptar, janë sinonim i pashiqve dhe çubilloviçve, platformave të tyre ndaj shqiptarëve. Ata janë pra armiq të egër, të qenjes shqiptare, të kombit shqiptar, të ardhmës së shqiptarëve. Laert Mera, përshëndetje doktor. Më 17 prill, ndërkohë që protestohej në bulevard, në zona të tjera të Tiranës, jeta vazhdonte normalisht. Familje lokale, shëtitje, pazare. A nuk tregon kjo se protesta nuk po arrin të prekë të gjithë qytetin dhe se duhet menduar një mënyrë më e gjerë për ta përfshirë Tiranën? Spari i dashur mik, mendoj se duhet të shtrojmë pyetjen. Si ka mundësi që edhe si ka mundësi që Edi Rama për herë të parë të mbyll drejtësi, pas saj Miri Tahiri, më falni, është hera e dytë, të mos lejoj drejtësinë të arrestoj për afera që shkojnë sipas dosjes 1.2 miliardë euro. Si ka mundësi që qytetari shqiptar, ai që ulet në kafe dhe ai që mban dyqanin hapur, të mos protestoj por rritjen stratosferike të çmimit të naftës. Si ka mundësi që qytetari shqiptar të mos protestoj kur ndëgjon se prej 2 muaj rresht raport jashtëzakonisht i rëndësishëm nuk votohet në Bashkimin Evropian për Shqipërinë? Si ka mundësi kur partnerët tanë ndërkombëtar dënojnë veprimin e Edi Rams dhe ai nuk pyet, por mbron Lubi Ballukun? Si ka mundësi që sipërmarrja që është quajtur kopshti privat i Edi Rams, që është një agjenci shtetërore, tjetë e para në historinë e këtij vendi që merr peng biznesmen dhe njerëz? Ju pyesun ju, a janë këto motive që për çdo qytetar që të revoltohet?